Janë duke e hapur ordinancën dhe optikën e syrit në arin Gjakovë. Qytetar të afërm dhe kolege bashkëpunëtor kanë ardhur sot për të uruar doktor Hasan Mohadrin, specialist i oftalmologjisë. Optika në Ari do të ofrojë shërbime mjekësore si vizita specialistike, pastaj trajtim të kanalit të lotit me teknologji të avancuar e shumë shërbime tjera. Ordinanca do të ofrojë shërbime specialistike oftalmologjike që përfshin të gjitha smundjet e syrit, qoftë segmentit përpam, po ashtu edhe të segmentit pasëm. Këtu kemi pajisje, domethënë më moderne që janë më bashkohore, që janë në treg tani për tani. Kemi domethënë biomikroskopin, kemi autorefraktometrin, domethënë në anë të këtyre pajisjeve mund të diagnostifikojmë një numër të konsiderueshëm të smundjeve të syrit. Specialisti i oftalmologjisë Mohadri tha se teknologjia që aktualisht disponojnë në këtë ambient pune është e cilësisë së lartë dhe do të jetë në shërbim të gjithë atyre që vizitojnë ordinancën dhe optikën. Gjithashtu do të bëjmë edhe shërbime për dioptrike, domethënë për përcaktimin e dioptrisë, që i kemi me metodat më bashkohore, domethënë përcaktimi i dioptrisë do bëhet me metodën digjitale, edhe besoj që në këtë metodë domethënë do të jemi mjaft të saktë në përcaktimin e dioptrisë pacientëve të ndryshëm. Sipas doktor Dalip Mohadrit, kjo ordinancë ka qenë e nevojshme për të gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës. Vazhdon e përmirësimit të kushteve shëndetësore për banorët, edhe kjo është një shtesë plus në favor të përmirësimit të kushteve. Plus është një kuadër i ri perspektiv, i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve. Hapjen e kësaj ordinance mirëpriti edhe doktor Heredin Pnishi. Kjo ordinancë nuk do të jetë vetëm një hapje fizike, por do të jetë një qendër ku gjithë qytetarët e Gjakovës, jo vetëm Gjakovës, por edhe të rrethët Gjakovës do të gjejnë këto shërbime më profesionale të mundshme në aspektin oftalmologjik. Gjithë ata që e njohin doktor Hasanin personalisht, unë që kam kontakte shumë të vjetra me to, një që në një kohë të gjatë, doktor Hasani si në fillim karrierës, ku ka qenë mjek i përgjithshëm, ka qenë një profesionist shumë i zoti, dhe tani me ekspertizën e tij dhe me njohuritë e tij oftalmologjike, besoj që do t'i ndihmoj shumë qytetarëve të komunës së Gjakovës, duke ditur se doktor Hasani është edhe i vetmi specialist për momentin në spitalin, në shërbimet publike, do thotë në spitalin Sa Greza në Gjakovë. Ordinanca syrit e optika në Ari gjendet në rrugën Bujaroka dhe e njëjta do të ofrojë shërbime nga hëna deri të premten nga orët e pasdites.